jemi në këto momente me deputetin e Partisë Demokratike Sajmir Koreshi, ku do të flasim për zgjedhjet në PD, aksionin politik të opozitës, si dhe zhvillimet më të rëndësishme të politikës. Zoti Koreshi, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, së pari do doja një opinion sa i takon materialit që sapo transmetuam në lidhje me skandalin e Aksikut. Normalisht është dramë e madhe që vetimun ta bëjnë njerëz që për vete falsifikojnë dokumentat, do thënë kjo është drama më të vesh për të marrë që ka sigurie të dalë një njeri që gjithë jetën falsifikon dokumentat, do thotë që këtu ka rënë shteti. Shteti tashmë ka nuk e dini sa keni perceptimin, po unë që merrem për ditë me njerëzit, shteti ka rënë në çdo institucion, nuk punon asgjë nga këto firma, nga Akshi, në momentin që ka plas skandali Akshit, çdo hallk shtetërore ka çeduar, nuk punon asgjë nga këto online të gjitha me radhë. Por nuk merr dot një shërbim qytetari thjesht, po mos ketë ndërhyrje nga deputeti apo tjetër me radhë. Do të thënë kjo është një dramë sociale që po përjetojmë, po kjo është një skandal për të futur në burg, nuk e kuptoj një herë, do të thënë çfarë duhet me pritur organet kompetente me kap me arrestu preveshi për dorim dokumentin falsifikuar në mënyrë të vetëdijshme dhe në mënyrë të përsëritur. Domethënë kjo është që nuk mundet një njeri i tillë të vazhdojë të rrinë në institucione më të larta ata që kanë për detyrë të kontrollojnë ty jetën në momentin që falsifikojnë dokumente. Kështu që i bëj thirrje këtu dhe organeve ligjzbatuese, po nisin e burrë dheut i procedim kryesisë, se nuk është domethënë mas kësaj, po ata po e kontrollojnë juve, ja këta lloj njerëzish kemi ne ata që të jap sigurinë që dhe të bëjnë karakteristikën e jetës, domethënë një falsifikator që të bëjë karakteristikën e jetës, pastaj nuk di çfarë. Zoti Koreshi, së dyti do të ndalesha pak tek një nga skandalet më të mëdha që është pikërisht ai i Akshit. Ka zëra se një nga eksponentët më të rëndësishëm të kësaj dosje Ergyll Sagasi ndodhet në Shqipëri. A ka mundësi që ai person të jetë në mbrojtje nga policia ose që ajo të ketë informacione dhe të mos veprojë? Kjo nuk diskutohet fare. E para njerë të gjithë kriminalet më të rëndësishëm që janë kërkim sot në Shqipëri, rrinë në Shqipëri. Së pari sepse kosto për të qëndruar në Shqipëri është shumë e lehtë se sa, por edhe pjesa tjetër duke qenë se policinë këta i ka vendosur, Ergyll Sagasi ka vendosur i li prodhën, i vendosur atyre çfarë do prisin. Një domethënë kur spaku bën aksion dhe sekuestron provat gjitha, i ikën verat përmes natës policëve në hund. Po ndodh kjo në cili shtet botës ndodh kjo, domethënë mund ndodhi një skandal kaq dhe nuk dinoj policë sot që të jetë marrë në hetim apo kush është dënuar apo kush person ka qenë përgjegjës për rujtjen e tyre, domethënë këto vazhdojnë skandale. Po më është aty, as nuk diskutohet dhe vazhdojmë, thon nga informacionet në kanalet tona, majnë akoma njerëzit radhë për të futur në punë nga Gylsi, për ty në pur shteti. Do me thënë, jo vetëm aq, po pati dhe patrupsin më të madhe ky shtet, sa me, kështu që surrati ky që ka qenë të hipotekë nda SHK në 2013, ky e marrë, ka qenë fund rrinët, një përgjegjës kohati që ndante gradë në burrat, e kupton? Ky, edhe sot, është një ata që vazhdon, ai narrativ vazhdon me lekë, do me thënë, merr tendër, nuk e di çfarë më thënë, do me thënë, çfarë shteti jemi ne, ku kemi rënë, do me thënë, nuk kap ka do, do me thënë, në emër të sekretares Kamarjatin, sekretare 600.000 lekë rrog, apo 1 milion lekë rrog, dhe natë 1 milion euro. Çfarë themun? Milinda thot kryeministri, ka kryeministri që mund të bëjë deklaratë që ka shtëpi, është me qira e shkreta, palin 4 shtëpi. Po Milinda ka 25.000 euro ose hidhesh vera 25.000 euro, 33.000 euro në trup. 2 vera të kishte kursyer Gylsi për Milindën, e kishte qarë me lotë të pjesë. Po thënë, vetëm ajo t'ja marrë sot të paltën, t'ja vajë, thuj, sa lekë bërë kjo paltë jote? Ja, kaq. Pa, ti policia shtetit. Çfarë do të thënë policia shtetit kur merr 700.000 lekë rrog dhe ka shef komisariatit, ka inspektor, që s'ka 2 iPhone 17 që bëjnë 3 milion lekë. Llogaria thjesht nga këta të spaku. Kur gjen një nga këta inspektorë apo përgjithë që kanë 1 milion lekë në komisariat, merja thuj 3 milion lekë. Or vlla, qysh e bën ti 3 milion lekë 2 celular iPhone 17? Ma shpjego si me ku hati. Se mirje e ka se ka ngel dot, ka ngel te 14. Tani ti ku ha te 17. Ma shpjego më burr. Pra, kështu që Gylsi në informacionin që ka mund vazhdojnë të rrinë të dera shtëpisë atje ku është fshehur, me Terezit, me kërku prapë njës fund punë. Por, qofse do një skandali më të madh që ndodhi,
dhe për shpjegoj atë që bëra debat në Komision të Ligjeve, sepse tjerat kalojnë kështu për qef nga debatet që kemi në parlament. Komision të Ligjeve, doli ligji që se, edhe unë e bëra me një batut, dhe ku i thash se doni Jovan Bregu magazinier, atë bëhe krushk, sepse të gjithë këta që vodhët deri sot akshin nëpërmjet tenderave, të cilat i diktonte ku policia shtetit merrte peng, ç'a ndodhi me këta? Këta bën futën ligjin me anë një deputeti që kishte 3 muaj që kishte ardhur që se ngjet kompjuteri, po ti thosh ngjitet kompjuteri si ndizet, di vetëm të fusje te që prizet, edhe shtuan që 49% taksit do ta bëjmë privat, ta privatizojmë, që u lodhëm ne duke na e kapur shkelje tenderimin, po ne bëjmë direkt e fusim brenda naksh 49%. Pra këta do krijojnë një shoqëri që do mirëmbajë servrat, gjithë pasurinë kombëtare tonë. Më thënë, që kjo është pasuri, më thënë, këtu ka rënë shteti po të biri aksi, se kontrollon të gjitha, se te patronazhimi kalon. Shkonte si ecën karçanet, do të thënë si u po thyn vezë, ora këtu ka çmendur fare këto apo burr, do të thënë këtu ka shkallu ky shtet, nuk ka shtet, ka rënë. Do të thënë shteti është dorë të bandave. Edhe një nga këto bandat që një ishte Balluku, një ishte Gysi, që i balanconte, që mos e jepte vetëm një bande se sulmonte, po i ka bërë 2 banda bashk me shqyr shtetin nga kjo. Më thënë, nuk di që të them dhe vjen keq aty, si s'përdrill. Më thënë, këta ka rregulluar dhe leku kur thonë hedhë ujë në vaj. Karçane ka ndryshuar dhe mënyrën të hecurit sikur thy vezë rrugës vetëm nga skafut me çu lekë. Ora tani po të hapin ato video, do shumë të shikoni, nuk e di pse spaku vënon, ora degdisi këta njerëz. Ora këta kanë verë 3.000 në trup një tjetër, ka shkallu fare, dhe ka efekte që do të gjëni çuditëra, dhe pastaj njerëzit shqiptar, çe ngeli kryeministri ku i dali 4 shtëpi një kësaj. Çe ngeli? Më thënë se këtu prandaj kemi që ka shteti, kryeministri më të gënjej, thotë kjo është allëgjesh, në kohë se i dali 4 shtëpi, ndryshojmë ligjin që t'ja japim mos të vëmë asnjë burg, po t'i fusim këta privatët, të administrojnë gjithë dhënat tona sensitive, se edhe i LGDP di e çonte llogaritë tona i publikonte. Ora nuk është problemi te lekët, problemi te numri llogarisë të çon Gysi ty nesër ky Sorrati këtu çon 1.000 euro, edhe thot pastaj ti e ke lidhur me bandat. Se kjo është çmenduria që ndodh në Shqipëri, më burr, s'ka asnjë njeri, një lloj, ai tjetër i Besnik Dervishi që është mbrojtës i dhënave personale, a fut gjumit. E të marrin të gjithë ditën, alo zoti sa i mirë, po ti ke fituar ofertë 2 shek. Po ç'ne ti di numrin tim? Kush është kjo operator që i jep numrin tim telefonit? Si market ti, do të thënë që diket me saktësisht që ky është numri im. Sepse të gjithë këto operatorë teknikë që punojnë te ne tallen me nderë me informacionet që kanë mbi ne burr. Kjo këtu ka rënë shteti. Edhe po shikosh atë patronazhimit, s'ka asgjë tjetër, vetëm se Aksi ka krijuar dhe këtë patronazhim, punojnë dhe aty ata brenda, dhe kalojnë gjithë zërat sensitive të shqiptarëve. Çdo patronazhist më të rëndom që të mbulon ty në lagj. Ndërkohë, Partia Demokratike ka bërë disa denoncime lidhur me këtë dosje, apo punojnë ekspertët e Partisë Demokratike për të mbledhur fakte dhe prova që mund t'i vijnë në ndihmë hetimin? E para njëherë të kërkosh institucion, unë më të them që një deputet të bën një shkresë, dhe ata tallen ministrit në nuk ta sjellen për 3 muaj. Unë kam bërë një kërkesë para muaj gjysmë për të bërë interpelancë ministra e shëndetësisë. Atë që dramën që tha ajo, doni ju se ç'a ndodhi, ne nuk na jepet mundësia me kontrolluar me pas shkresa. Por nuk punon shteti, por nuk të kthejnë përgjigje, nuk marr një përgjegjësi. Pra ti detyruar ti pastaj të bësh atë arbuti me bë kallëzim penale çdo 2 ditë. Dhe Partia Demokratike patjetër që ka vështirësi se këta nuk të vënë, nuk të zbulon një dokument. A të them diçka tjetër, zoti Koreshi, si ka mundësi që mungojnë analizat, sidomos në qendrën spitalore më të madhe dhe që është qendrore, pra ajo e Tiranës në Tereza? Tani ajo që tha ajo është shumë pak, tek ne 3 ditë bën analizat lushnje. Edhe në Tiranë është turp se vetëm në rast të emergjencë bën analizat, qytetarëve thjesht nuk ka shans. Po nuk ka shans, është 0 shansi që të bëjnë analiza, më beso këtë. Ditët e pushimit onkologjik rri bosh, nuk jep shërbim. Po ka rënë më burr, nuk ka më mirësi. Por vetëm të vi njëri të shikoj, më thënë, para ca ditësh erdhi një mjek nga Tirana se për të bënte një lloj ndërhyrje të dikujt që nuk e bëni ndonjë eliminator, po lushnja, dhe më tha Samir, unë të dija të shumë të mirë, ti nuk po e pasionon realitetit çfarë po ndodh lushin, se është më shumë dram se ajo që ke nxjerr ti se muti që ke nxjerr, më fal për shprehjen, sepse kam një lloj mllëri që ti nuk e kupton dot.
Po nuk ka mundësi, tha, që është ajo situatë. Nuk bën vaki. Por këtu s'ka pa mbukë, vëlla, s'ka gjë më burr, është zero më burr fare. Domethënë çfarë të them, domethënë nuk ka mundësi, ora çu ndryshon ata njerëz më burr, ora nuk është problemet e Sajmisë, se Sajmi do mbaroj punë, s'është deputet. Fal, domethënë i trenë Sajmisë do flasin voltore, do ta thotë këtu te ty në emision mllafin. Po pjesa tjetër është shmendurim më burr, si duron ky millet më burr, si me blej çdo gjë, më njerëz ka hyrë kredi, ka filluar kredi që në momentin që ishte ajo atë pandemia dhe deri tani nuk paguajnë kredinë e pandemisë më burr. Po, mirë, të hym pak tek zhvillimet politike brenda Partisë Demokratike. Si po shkon procesi për zgjedhjen e kryetarëve të degëve, i cili do të përmbyllet me garën për kreun e Partisë Demokratike. Pra, si e keni parë këtë proces? Një proces, me të thënë drejtën, çdo proces, ky proces ka qenë më i qetë se sa të gjithë proceset e tjera. Me të thënë drejtën, jo për në gjë, sepse ka pas shumë më shumë përplasje gjatë gjithë kohës, tension, sepse brenda llojit ka tjetër dhe duket sigurisht normale, por ne nuk e kemi atë kulturën akoma që bëjmë zgjedhje të lira, në thënë sensin që përfshimi kaq shumë emocionalisht sa të ngjelet një palë ngjelet e qepmet, dhe ky është problem që nuk po e rregullojmë dot për shumë vitesh. Por pse them që është më pak i tensionuar, sepse kemi hyrë në një kuadër tjetër, në luftës përballjes, të themi, të rebelimit që kemi ndaj kësaj qeverie, se është kaq shumë e kalbëzuar, domethënë ka dalë kaq shumë qelb kësaj qeverie, sa realisht puna jone brendshme ka kaluar në plan dytë. Dhe sinqerisht njerëzit kur nuk pyesin shumë se kush do bëhet kryetar PD, më tepër se kur do ketë qeveri teknike. Po, pra, megjithatë, me këto skandale që megjithatë, me gjithë këto skandale dhe me këtë qelb që ju përmendët, pse nuk po arrini ta rrëzoni këtë qeveri? Pra, sepse para një partie demokratike nuk është si deklaratat e dikushme që e marr me krykën e armës dhe çon me krykën e armës, sepse asnjë qeveri e huaj ose apo ambasadë huaj apo të gjithë institucionet e huaj që duhet njihesh nesër nuk do të njihen. Dhe kjo nuk ka logjik. Para dyta se është në genin ton me bërë luftë me vllajin. Treta janë institucionet ato të cilat duhet në kuadër ose në dritën e skandaleve që dalin për ditë duhet kishin arrestuar. Dhe unë besoj që do të ketë edhe një reagim nga Spaku dhe në rastin Balluku. Besoj që do të ndryshojnë akuzat sepse pesha atyre provë është shumë e madhe dhe kam besim që do të ketë një ndryshim akuzat dhe një kërkesë tjetër të drejtuar Parlamentin për arrestim. Pra me që këta ju dogji që gjëra nuk qek akuzat për korrupsion, unë mendoj që do të jetë shumë më tepër akuzat që do të vinë nga Spaku, jo vetëm për Ballukun. Zoti Koreqi, t'ju bëj një pyetje, pse kemi një frym përjashtimesh dhe largimesh nga Partia Demokratike, pak ditë më parë kujtojnë janë larguar nga PD-ja e Durrësit Dritan Burgia dhe Arlind Boshku. Çfarë po ndodh më konkretisht? E para ja bëm pyetjen personit nga burë se unë duhet dhe edhe komunistët e pak naqur, sepse besoma socialistë janë pak naqur me Edi Ramën. Ato që ka krijuar Edi Rama janë një lloj hibrid, një prodhim hibrid që nuk kanë lidhje me PS-n. Por faktikisht unë do doja edhe ata përfshihen aty brenda nesh në sensin për të mund të qeveri. Pjesa përjashtime nuk di të azhurnime sepse nuk janë pjesë e strukturave qendrore, pra e kryesisë së këtyre. Por vetëm të them një gjë, perceptimi im, para në kuadër përjashtimeve nuk do të vinte mirë, pavarësisht se nuk i di të vërtetat, dhe për mos di të vërtetat pastaj. E dyta ka kaluar një vëmendje nga të kalosh nga Balluku tek një këshilltar i PD-s, pastaj në rrethe është shumë dramatike mënyra se si hiperbolizimi i gjës, sepse nuk duhet ndodh që zhvendohet nga një zveç kryeminist një këshilltar normal te një apo në tar kryesie. Dhe e tjetra, do të perceptimin që ndodh sot në PD, dhe i dje kur ishim foltorja me pjesën tonë që ishim kundërshtar, ose nuk kishim papajtueshmëri, kishim pafund papajtueshmëri me njëri tjetrin. Situata ishte më shumë e keq përfshirë, pra deputet që ishin ndarë sa më tanë kurse sot unë nuk shoh një deputet që të jetë kundër kësaj situate ose të jetë rreshtuar në një situatë që t'i duket dramatike. Kështu që brenda PD-s besoma këtë, e të themi ndershmëri, që nuk është kjo brenda selisë Partisë Demokratike as në bazë as në qendër, kaq dramatike sa për cilët në media, domethënë këto frymë këtyre përjashtime. Nuk ndodh, nuk ka qenë kur burimi në i kërkesë në një qoftë dhe në ato grupet parlamentare që ne bëjmë apo kryesisë,
ka qenë kaq e pandjeshme sa nuk di ç'të them, më thënë është më tepër e shikoj ose më pyesni ju kur dal këtu se sa brenda PD-s nuk ndihet kurrë. Megjithatë, i vetmi kandidat që dihet është vetë Sali Berisha, i cili e ka deklaruar shumë herët që nuk do të heqë dorë pra nga drejtimi i partisë. Po në perceptimin tuaj, a ka emra të tjerë me potencial për të marrë këtë pozicion që diskutohen në Partisë Demokratike? Nga ata, njerëz me potencial mund të ketë shumë, po ata që kanë potencial, që do garojnë, unë nuk di, sepse askush nga kolegët e mi deputet, por jo vetëm, po zakonisht ata që janë deputet ose që dhe pjesa kryesisht madhe të PD-s janë dhe sot përfaqësuesit të PD-s natyrisht dhe në parlament, nuk di në njërin që do të garoj, kështu që ku momenti që do të ketë letrat, pastaj i takon organeve brenda Partisë Demokratike, siç janë kryesia dhe organet vlerësuese, të cilët bëjnë vlerësim çdo kandidat. Them një gjë tjetër, patjetër që një filtr kandidatura nuk mund të jetë 100% kandidatura dhe nuk po të them këtu në rastin e Salianit, apo më që e kemi një imazh, po flas për shumë e shumë tjerë, ne nuk mund të bëjmë një garë duke vënë emra pafund, për shembull që ngrihet një njeri anonim me kakavi nga që ka qenë një firmë e kohës e humoreve që të ngrihet dikush dhe thotë do të bëjmë kryetar BD. Duhet të ketë salvesime, pra të kesh dhënë dhe kontribut në jetë publike, ti jesh dikushi, përveç se struktura e Partisë Demokratike, që të kërkosh një vot popullor bashkëshqiptare, sepse sa i mirë mund të jetë i mirë për Lushan se për qarkun fier, por domosdoshmërisht e njohin për te kufive të qarku. Pra, që të prodhosh bësh lider e Partisë Demokratike, duhet dhe ti jesh provuar në momentet vështira se partiet kesh dhënë diçka, një kontribut, dhe jo mos të rjesh vetëm një pikpyetje shumë e madhe. Kështu që kjo nuk i përket Ervinit, thash edhe një herë, por përkatëse përgjithësi për kandidatë tjerë që do të regjistrojnë, pra patjetër që do të ketë filtra seleksionimi. Sepse ka një gjë, perceptim qytetar, ti do t'i thuash që përballë se zëm se do fitoj, përballë Edi Ramës do jetë kjo figurë i cili profesion 1, 2, 3 dhe ka prodhuar në jetë 1, 2, 3, 4. Pra, nëse ne nuk e kemi këtë dhe lëm njëri që më shumë pyetet çfarë është ky që se ka dëgjuar njëri emrin, mendoj që nuk është koha. Në fakt, nuk mund të ripaundalur pak edhe tek rritja e çmimit të naftës dhe masat që janë marrë. Pikërisht si keni parë këto masa, por kujtojmë që në Lushnjë ka pasur protesta, në fakt, për rritjen e çmimit të ujit pishëm për shkak të rritjes pikërisht të çmimit të naftës. E para çmimit të rritjes çmimit të ujit pishëm, po unë nuk e di kujt ujit pishëm referohet, sepse vetëm uji pishëm që blejmë ne është uji pishëm që blejnë nga furnizimi me autobotët. Po, dakord. Kjo është një sepse uji pishëm që vjen nga kanalizimi nuk është i pishëm. Jo, rrjeti nuk ka ujë pishëm, këtë e dim. Jo vetëm pishëm, por nuk ka as për gjellë, ai edhe për të larësh me gjuna mos qoftë. Kurse pjesa tjetër patjetër që kanë ndikuar shumë ekonomi, do ndikojnë bujqësi, do ndikojnë rritje të çmimeve në mënyrë automatike. Këtu ai bordi transparencës me nder bord, si ta quaj unë, ka një dramë shumë të madhe, se janë të gjitha grosistët që ndajnë naftën në Shqipëri dhe po ta shikosh këta vallai sikur merren vesh me telefon, edhe ndryshon as i lek nuk ndryshon nafta nga njëra pikë në tjetër dhe kjo është drama e madhe shqiptare, ku autoriteti i konkurrencës, i cili duhet të verifikojë kartelet në saksi, ja fut gjumit. Këtu shteti funksionon vetëm një, është Edi Rama legislativ, ekzekutiv dhe 70% gjyqësor. Pjesën tjetër që i ka shpëtuar Edi Ramës, pastaj ndodhin ato që ndodhin në parlament. Kështu që unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve orë mos dilin për Semirin, për Semirin Partisë Demokratike. Til për hallat e juaja se kur i thosha dje që ore po ikën gjykata e prokuroria e Lushnjës në Fier, dhe ju do t'ju shtohet kosto e gjykimeve, jo pse s'keni një gjyq sot, po shikoni në afat gjatë. Ore po i ikën spitali, po i bëhet nga Renal Bashkiak, do ketë më pak shërbime, do shkonin Fier, do harxhonin lek, do ikën 4-5 ditë Fier Lushnjë për të parë smurin familjarin. I bie që kur i bie, më thënë, erdhi në shtëpi, se kishte zjarrin Paris, as se zjarrin Paris, tani zjarrin shtëpiton. Dhe kjo, po na sjell, po shikosh në Slovakia, po gjithë njerëzit që na çojnë foto për Maqedonia apo Malzi, është 7 lek më pak më burrësh, është çmenduri 1.4, 1.6 euro ka vajt atje, që me lek tona me 2.2 sa ka shku këtu tek ne, është gati 700 lek më pak për lidhur, por kjo është çmenduri më burrë, është çmenduri. Edhe shumica boteve si pikë nisje
kanë portin e Durrësit, domethënë ata akoma shtojnë më tepër kohës tonë për të transportuar nga porti jon i Durrësit drejt Maqedonisë së Malëzi. Edhe kjo është ajo që na shqetëson më shumë. Edhe diçka tjetër, zoti Koreshi, Partia Socialiste ka paraqitur një projekt ligj për referendumet ku do të kalojnë shumë nisma që përplasin pra partitë politike. E para mes tyre, ulja e numrit të deputetëve të kuvendit. Ju si e shihni këtë nismë? Këtë nisëm e shoh si drejt, po ka shumë, nuk është vetëm kjo, po kjo është një pjesë e saj për të hequr për të neodiktaturën. Neodiktaturën sepse në të vërtetë të gjitha partitë e vogla kanë një shumë për rritjen e numrit, në mënyrë që të kemi një rritje edhe të eksponencial përveç dy partive të mëdha për të mos të arrit quorumin, sepse një qeveri me këto shifra të vjedhura realisht, sepse po t'i ketë shifrën me zgjedhje ja bëj Allah, po mas votimeve të vjedhura këto shifra, bën atë që të shiko ku kalojmë në çfarë faze kalojmë. Edhe duke parë dhe statin që 50.000 shqiptarë ikin çdo vit, për një 10 vjeçar këtu do të kemi vetëm pleqt, dhe jemi duke ikë gjithë me të drejtë, jemi duke parë ekonomia do kalojnë kolaps, sepse gjithë lekut pisë që është hedhur ndërtim që din këta shoku Torolant e me miqe me shok, do vi një ditë do kalojnë kolaps se nuk do të ketë më blerës, pra do ka lek për të gjeneruar, për të hedhur në këtë ekonominë e pisë, dhe kjo era nuk është rastësisht rënia e saj, po është përsi pasojë e lekut pisë që vjen, që është me paleta, këtu është me kile, funksionon euro me kile, por kur fuqia blerëse tek njerëzit e thjeshtë ka rënë në mënyrë drastike. Dhe po të shikosh të gjithë njerëzit që qytetet e vogla, vë bas këtu që më shumë me njëri në Lushnjë se sa në Tiranë një hallexhi, një punëtor i thjesht. Pse? Sepse aty ka treg, kurse këtu ka mbaruar njerëzit dhe po vinë të huaj. Jo se jam kundër ardhjes të huajve, por sepse do doja që shqiptarët mos të braktisin vendin e tyre dhe se nuk po e braktisin më hallexhin. Po e braktisin ata që e nxjerrin 2-3 euro në mënyrë private, po të shtetit i lej në Terezinë e tyre dhe mos t'i fryt të veshit që do të vish bësh komuniste të ishte partia jonë. Pra po na ikin kjo kategori, po na ikin mësues, po na ikin inxhinier, po na ikin doktor dhe infermier, po na ikin një kategori e vlefshme që i duhesh këtij vendi. Kështu që drama më madhe për 10 vjeçar që ti do rrudhesh, do vazhdosh të rrudhesh, se nuk ka një qëndrim. Shikosh lindjet në Shqipëri që s'ka më, se po të vesh Spital Lushnjë nuk ke një eko për të lindur, nuk e di çfarë do nxjerrë ai, se ka kordonin qaf apo jo, ne nuk kemi një eko që ai mjeku me pa që ka një problem fëmijë. Domethënë deri këtu po shkon gjë. Imagjino do që s'ka eko 30 mijësh në spital për të verifikuar që është duke lind apo duke vdekur ai fëmijë se ka kordonin qaf. Nuk di çfarë të them, domethënë është dramë e madhe shqiptare. Dhe e fundit sa i përket draftit për referendumet? Jam për referendum, jam kundër absolutisht, sepse drafti për referendumet, në qoftë se ti hyn, ke ngrit një komision zgjedhor, nuk mund të bësh një referendum kundër asaj që ti e ke bërë bipartizan. O dil nga ky komision, thonë ne nuk bëjmë komision, po me që kemi vota do bëjmë çfarë duam ne, dhe do dim që jemi luftë dhe jemi diktaturë, ose fundit fare, lere komisioni bipartizan të gjejë një reformë zgjedhore dhe të përfshi edhe element tjerë dhe partitë e vogla që ka njerëz që nuk e duan më, do të çdo lloj partie, po duhet t'i japin dikujt të vogël. Pra, t'i japin mundësi të krijohet me koalicione qeverie në mënyrë që ajo qeveri të jetë e brisht, mos ketë dhe të kalojnë në diktat, në autokraci siç ka kaluar kjo qeveri. Zoti Koreshi, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe kohën tuaj dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Gjithë mirat dhe juaj.